Çfarë do të ketë ndryshe kjo protestë nga protestat e tjera të opozitës, zoti Berisha? Do jeni aty dhe do t'i ndiqni vetë rishit e saj. E kanë dorë qytetarët. Zoti Berisha, ndërkohë që ju sot protestoni në Tiranë, kryeministri Rama ndodhet në Washington. Si e pat ju takimin e dieshëm në bordin e paqes, edhe me presidentin Donald Trump, me të cilin pat jo vetëm një shtrëngim duash, po edhe një bashkëbisedim? Edhe një herë? Si e pat ju dje takimin e kryeministrit Si Rama që me panë presidentin gjithë Trump? shqiptarët. Si që panë gjithë shqiptarët. E pa. Ka që mund të them. Dakord. Nuk ishte. Ate mund të them. Ishte takim ndërkombëtar i bordit paqës, Shqipëria në hallën e saj të madh, nuk kish me këtë përfaqësohej, masi Harami është sklav i Edi Ramës dhe nuk ka shumë, shkoj Edi Rama dhe ju e pat vetë. Ju e pat vetë. I keni vetë parasysh njoftimet që kishte bërë për para, e përbyjë, që këtë këtu, aty, e kështu, ashtu, e pat vetë. Pyetje tjetër? Pret shumë pyetje. Me 20 shkurt, në të njëshit, keni rrëzuar shtatorën e diktatorit. Sot këtë do rrëzoj Partia Demokratike, për shkak se ashtu sikur se tha dhe kolegu, Edi Rama nuk ndodhet në zyrë. Enver Hoxha ndodhe në varë, kur ne e përmbysëm. Enver Hoxha ndodhe në varë, Po rrëzuar shtatorën, sot këtë do rrëzoni. Ne faktikisht përmbysëm regjimin e tij atë ditë. Shtatorja ishte një simbol i atij regjimi. Kurse është pse ambath Edi Rama, qytetarët e shohin vetë përmbysjen me sy të tij. Edi Rama shpresë nuk ka më. Ju dogje gjithë, thash, mit po ikin nga ania që po mbytet. Nuk ka, po ikin mit. Zoti Berisha, ju gjithmonë jeni diskret në skenarin e protestës, por duke qenë se një ditë më parë nisi dhe muaji i shenjtë i Ramazanit, a do zhvendoset këtë herë protesta në dyert e parlamentit aty ku fare pranë ndodhet xhamia, apo do kemi një dinamik tjetër, do kemi një zhvendosje tjetër? Të gjithë ata që agjërojnë nderimin dhe respektin tim më të madh. Denoj me forcën më të madhe pushtimin e vakëfit dhe xhamis nga bandit me uniform. Dhe kërkoj që njeri prej tyre të mos shkel në teritorin e vakëfit dhe xhamis. Protestuesit, absolutisht, përveç nderimit më të madh që kanë ata që falin namazin në xhami, nuk mund të kenë asgjë tjetër. Ata që hynë me uniforma, ata që përdorin teritorin kundër protestuesve paqësor, ata në ferr do përfundojnë. Në xhenem. Atje kanë vendin. Ata kryejnë një akt 2 herë me të rëndë. Prandaj, ne u shprehim respektin me të madh. Se çfarë bëjnë banditët, atëherë nuk është përgjegjësia jonë. Por ne do të shirojmë shqiptarët edhe nga këta banditë. Zoti Berisha, dhe një pyetje të fundit, nëse parlamenti nuk heq të hënën imunitetin e Belinda Ballukut, ka opozita një plan rezistencë dhe kundërvënie? Faleminderit. Kryengritja paqësore nuk është për Belinda Ballukun, është për Edi Ramën. Du të jemi të sinqertë. Jo mos se nuk mund të populli është ngritur kundër Edi Ramës. Lubia është thjesht një sekretar e tij që ka zbatuar urdhrat. Rama ik. Ky
kryemotivi i kryengritjes sonë paqësore. Ky është. Ndaj dhe që në fillim ne kemi bërë këte përcaktim. Besoj se është kështu apo jo. Ajo përdoret si mburoj nga Rama, sepse e din që fill mrapa është në radhë. Në radhë. Ju e dini besoj. E dini këte. E dini çfarë ndodhi me korridorin 8? E morët vesh. U përmbys çdo projekt, çdo plan, brenda 24 orëve. Ishte parashikuar mikprit se Lubia. U refuzuan unison. Nga partnerët dhe vendet tjera. Dhe e mori Spiropali. E pati Lubin të ishte në atë takim? E pati gja, ishte për koridorin 8, për transportin. A i keni parasysh vizitat e saj që sa herë ka shku në aksin Elbasan Dibrash dhe ajo e veshur me kostumin e ndërtueses? A keni pa? A ishte gjaty? Ku ishte? Prandaj komshia më çon mesazh mua. Ku ishte? Ja pra, mediat, a nuk janë këto që duhet ja u thonë shqiptarve? Po duhet marrin vesh nga komshit? E po këtu është problemi. Do ketë novitete. Edi Rama edhe atje ku ishte. Edhe atje ku ishte. Mendoni ju se nuk kishte mesazhe, nuk mori mesazhe? Absolutisht. Sigurisht, seanca kryesore nuk ishte për problemet, ishte problemet e... Po në korridore, ka marrë gjithë mesazhet ai. Me dëshmitar, Ervin Demon. Tani kuptojnë ju vetë ju. Ervin Demo, dëshmitari. Asnjë tjetër, Delegacioni përbëhen nga Edi Rama dhe Ervin Demo. Psehen, hetojeni. Miru pafshim.